shenjës së Breciapët, çfarë ka rezonuar të Breciapët këtë javë në këtë muaj në gusht, shohin cilat janë pikpamjet e tyre dhe qëllimet e tyre. Shoh identitetin me mashkull që po lufton me vetvete dhe me pasojat që janë krijuar dhe akumuluar gjatë kësaj periudhe kohe. Shikoj një sfidë të kaluar pas shpine, të cilët është munduar shumë dhe mendon se ky model sjellje mund përsëritet përsëri, por me pikpamje se po tregon që ka një armë të fortë midis vetvetes dhe planit që ka krijuar. Shpejt i përmbushin qëllimet dhe idetë e tyre për të arritur suksesin dhe mbylljen në një strategji të re jetese me plane në ekonomi dhe në ardhshmërinë e tyre. Që mendojnë gjërat që i kanë të sigurta dhe të prera, nuk duan që ata të kenë të njëjtën situatë që kanë kaluar, mendojnë që gjërat i arrijnë në kohën e dur dhe në maturinë e dur, nuk lejojnë të depërtojnë persona të cilët janë të tretë në bashkëpunim ose në bashkëpunëtor që krijohet një pjesë e komunikimit midis tyre. Femrat po qëndrojnë të përmbushur me dëshira dhe qëllimet e tyre, duke menduar për vetveten. Kjo kohë duan të merren Breciapët, të merren pak me veten e tyre, sepse e kanë menjanuar, duke u qenë më aktiv pas punës ose më saktë pas situatave të cilat kanë krijuar në jetesën e tyre. Shoh që femrat po shijojnë bukurinë e tyre dhe kërkojnë mbrojtjen ose ndjen pak si në kujdesin e lutjeve të tyre për të arritur atë ndjesi çfarë ato kanë vetvete. Mendojnë që të krijojnë një botë më të bukur dhe më të personale, më të favorizuar për pjesën e dashurisë. Janë duke studiuar se çfarë do ndodh, ose më saktë janë në pritje se çfarë do ndodh me to pas planit që ato kanë organizuar. Shpejt vendoset një dritë jeshile ose një dritë e hapur kundrejt asaj kornize që ato janë caktuar. Gjithsesi, mendoj që arritjet që ato do kenë këtë javë do jenë në anën financiare, do jenë dhe në anën e dashurisë. Drita që ato mendojnë e përkufizojnë vetveten, sepse i anashkalojnë dhe lejojnë që humbjet jenë pas tyre dhe të arrijnë në shkallën më të lartë të ndjeshmërisë dhe të bukurisë së tyre. Femrat e mendojnë veten që janë në dy ego, të cilat janë një ego e fortë dhe një ego e butë. Në egon e butë, në paraqitje mendoj të tjetë në fasadën e jashtme të personave të dukshëm të tretë, dhe në egon e egër ato e kanë brenda vetes që bëjnë planin që nuk duan të lejojnë se kush mund të ndikojë tek pjesa e tyre të tregohen më vigjilente dhe më në kohën e dur, që mos lejojnë persona të cilët të ndërhyjnë në jetën e tyre, ashtu siç kanë ndërhyrë që i kanë pasur konflikte ose kanë pasur debate të cilat kanë ndikuar në pjesën e jetës së tyre. Mendoj që gjërat në këtë kohë tek Breciapët do qëndrojnë pak më të forta pikpamjet, do jenë ata që do vendosin se cila do vlejë më shumë më tepër dhe cila jo, janë bërë më të kreativ dhe më të mendueshëm për hapat që do realizojnë. Mendoj që 3 shanse ose më saktë 3 mesazhe kryesore që do variojnë tek Breciapët do jenë situata që meshkujt do t'i marrin gjërat shtruar me qetësinë e tyre dhe do të vendosin baza të forta dhe themele të forta në jetën e tyre për të vazhduar më tutje. Mendoj dhe realisht ato me vullnetin e tyre, me besueshmërinë e tyre i përmbushin të detyrime. Dhe femrat nuk do lejojnë të kenë më persona të tretë që të jenë ndërhyrë në jetën e tyre. Shpresoj dhe uroj që të jetë një lexim universal dhe të godas në pikat e tuaja. Nëse ju dëshironi një lexim personal, ju ftoj të më kontaktoni në privatësi ose më saktë në kontaktet e cilat unë kam disponuar në rrjetet e mia sociale, në fshehtësinë ose më saktë në personalitet. Leximet janë akoma më të detajuara, më të gjata. Leximet anashkalojnë pjesën sentimentale, simbolizojnë pjesën e qëllimeve dhe dëshirave që ju kërkoni të njihni botën tuaj
të fshet ose ato pikat të cilat ju dispononi ti shikoni me imtësi.